Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Bricjapit. Do bëjmë leximin e radhës për ju. Të dashur, po fillojmë me katër të Michaelit. Universi të dashur Bricjapër, Zoti, me energjia, çfarëdo që të besoni, po ju fton të ndalesh. Ke qenë në lëvizje të pandërprer. Dhe tani është momenti për pushim, reflektim dhe qetësi. Kjo letër të kujton se qartësia nuk lind nga lodhja, por nga qetësia. Merr frym, ndalo pak dhe dëgjoj çfarë të thotë zëri yt i mbrëmshëm. Ai do t'ju tregoj apo ai e di drejtimin. Të dashur Bricjapër, 2 të Rafael, në zemër të kësaj periudhe qëndron dashuria apo kujdesi, përkrahja, nuk do thot patjetër dashuri nëse ata që nuk duan një gjë të tillë. Mund të jetë një lidhje që forcohet, një ribashkim shpirtëror ose një ndjenjë me thellë që lind nga mirë kuptimi. 2 zemra bashkohen, 2 gjëra, 2 partner, nuk do thot patjetër dashuri vetëm, por që është një bashkim i mirëfillt. Që lind nga mirëkuptimi, pra, bashkohen për të ndërtuar diçka të bekuar dhe të bukur, të qëndrueshme. Kjo letër është premtimi i dashurisë që rritet përmes durimit dhe besimit, përmes dashurisë që nuk mund të jetë përmes bashkëpunimit nëse është për punë apo çfarë të lloj gjëje. 2 gjëra po bëhen bashkë dhe më të fortë. 7 të Gabrielit të dashur është universi të kujton të mbash qëndrimin tënd. Mos lejo askënd të ulë energjinë ose të bëj të dyshosh në atë që beson. Ti ke fituar shumë me përpjekje dhe tani është koha të mbrosh kufit e saj apo për ato çfarë ke luftuar. Mos u tërhiq nga frika e konfliktit kur je në të drejtën tënde. Universi është në anën tënde. Absolutisht je me vetëtimën duke fluturuar drejt asaj që dëshiron të dashur Bricjapi. Por këtu është një gjë që ju thot, shikoni, është me një dorë duke qëndruar, është 2 të Arielit, më falni, 2 të Arielit. Një nga mësimet kryesore tani është balanca. Kur them dhe unë shumë mire me këtë gjë, kur them e mendoj me seriozitetin më të madh, ke shumë përgjegjësi, shumë role dhe kjo mund të lodhë. Kjo letër të kujton se puna mund të jetë e lehtë kur e bën me dashuri ose dhe se është në rregull të kërkosh ndihmë. Balancoj jetën tënde, mos u djeg për të bërë gjithçka vetë. Tani, ose je duke dhënë shumë në punë dhe në familje më pak, ose në familje më shumë dhe në punë më pak, kjo duhet balancuar. Je duke punuar, je duke jetuar për të punuar, e duhet të jetë kundërta, puno për të jetuar. Dhe 9 të Arielit të dashur, ja ku vjen ky shpërblim. Nëse i përmbajmë gjitha këtyre që po flas të dashur Bricjapër, ëndrat e tua po realizohen, jo me njëherë, por sigurt. Kjo është letër premtimi bolluku që vjen si rezultat i punës së palodhur. Do të kesh mundësi të shijosh frutet e mundit, ndoshta edhe në mënyra të papritura të dashur Bricjapër. Një periudhë ku do ndihesh apo do ndiheni më të pavarur, më të lirë dhe më në paqe me veten e juaj. Faqe e Arielit, jeni sigur, kjo ka dhënë një mundësi re në fushën profesionale apo studimore, po afrohet dhe apo në periudhën që keni mësuar shumë. Kjo mund të jetë një ofertë pune, një bashkëpunim ose diçka që të shtyn të mësosh më shumë. Është fillimi i një kapitulli të ri në zhvillimin tënd personal të dashur Bricjapër. I hapur ndaj dijes dhe mos ki frikë të fillosh nga e para, sepse kjo herë do ta bësh apo këtë herë do ta bësh me mençuri. Je duke kaluar nga lodhja drejt një lloj stabiliteti të dashur Bricjapër, nga pasiguria drejt shpërblimit apo siguria. Kjo periudhë të mëson se suksesi e vërtetë nuk e sjell vetëm puna, por dhe dashuria, qetësia dhe balanca juaj e mbrëmshme. Të dashur Bricjapër, ndonjëherë pushimi është vetë rruga përpara, sepse kur ndalesh, kur të merr frym, universi dëgjon zemrën dhe dëshirat e tua shumë më qartë
se kur je një lëmsh duke bluar në përkok dhe në 100 shpejtësinë.